Një nga momentet që u kthye menjëherë në temë diskutimi në shtëpinë e Big Brother Albania ishte episodi kur Rogerti u rrëzua në dysheme pas një prekjeje të lehtë nga Stenaldo. Një situatë që në pamje të parë mund të dukej si shaka mes banorësh, por që më pas mori për masa emocionale dhe sociale brenda dinamikës së lojës. Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Gjatë një momenti loje dhe batutash mes banorëve, Stenaldo e preku lehtë Rogerin dhe ky i fundit humbi ekuilibrin duke përfunduar në dysheme. Pamja ishte e papritur dhe reagimi i parë i shtëpisë ishte i qeshur. Banorët nisën të talleshin në mënyrë lozonjare, disa duke bërë humor, të tjerë duke e egzageruar situatën për spektakël. Por ajo që e bëri skenën më të fortë nuk ishte rrëzimi në vetvete, ishte reagimi kolektiv. Në vend që situata të mbyllej me një ngritje të shpejtë dhe një buzëqeshje, ajo u kthye në një moment ku shumica e banorëve luajtën me episodin, duke e përdorur si material për shaka të vazhdueshme. Disa i imitonin rënien, të tjerë bënin komente ironike për forcën apo qëndrueshmërinë e tij. Për një person si Rogerti, i cili gjatë gjithë kohës kishte ndërtuar një imazh të fortë, krenar dhe të pathyeshëm, ky moment ishte goditje për egon. Në një ambient si Big Brother, ku perceptimi është gjithçka, një rrëzim fizik mund të përkthehet shpejt në rrëzim simbolik. Banorët, ndoshta pa e menduar thellë, e kthyen situatën në një mini sken komike, por për Rogerin ajo mund të ketë pasur peshë më të madhe emocionale. Nga ana tjetër, Stenaldo u duki habitur nga përmasat që mori situata. Prekja e tij ishte e lehtë, pa qëllim për ta rrëzuar seriozisht. Kjo ngriti diskutime mbi egzagerimin, a u rrëzua Rogerti për shkak të humbjes reale të ekuilibrit, apo reagimi i tij ishte i shtuar? Spekulime të tilla janë të zakonshme në një format ku çdo lëvizje analizohet në detaj nga publiku. Atmosfera në shtëpi u nda në dy kampe, ata që e panë si humor të pafajshëm dhe ata që menduan se tallja kolektive po kalonte kufirin. Në reality show, dinamika e grupit është e brishtë. Kur një person bëhet objekt i shakas së përbashkët, rreziku është që situata të kthehet në izolim emocional. Publiku jashtë reagoi menjëherë në rrjete sociale. Disa e morën me sportivitet duke e parë si moment argëtues. Të tjerë e kritikuan mënyrën si banorët vazhduan të qeshnin, duke e konsideruar si mungesë ndjeshmërie. Në një ambient ku presioni psikologjik është i lartë, edhe një situatë e vogël mund të ndihet shumë fish më e rëndë për personin që e përjeton. Ky episod tregoi edhe një herë se në Big Brother nuk ka vetëm strategji dhe debate të forta, ka edhe momente spontane që zbulojnë karakterin e secilit. Si reagon dikush kur bie? Si reagojnë të tjerët kur dikush rrëzohet? A zgjedhin ta ndihmojnë, ta inkurajojnë apo ta kthejnë në humor? Në fund, rrëzimi i Rogerit u bë më shumë se një incident fizik. Ai u kthye në simbol të mënyrës si funksionon grupi brenda shtëpisë, një hapësirë ku dobësia ekspozohet menjëherë dhe ku forca shpesh matet jo vetëm me qëndrimin në këmbë, por me mënyrën si ngrihesh pas rënies.